Përshëndetje, sot dua të flas për pjesën e manualitetit në fizioterapi. Në fakt, eksponentë të ndryshëm të fizioterapisë botërore manuale neuromuskuloskeletike këshillojnë që ekspert në terapi manuale quhet ai fizioterapist që ka të paktën mbi shpatua 10.000 orë terapi manuale dhe arsyetim klinik. Diku te 8 deri në 10 vite eksperiencë në fushën e mjekësisë riabilitative dhe kryesisht në terapi manuale dhe formim akademik sipas standardeve më të larta ndërkombëtare të AIMFORMD. Në fakt nuk mjafton vetëm të shohësh një tekst apo dhe të marrësh pjesë në për kurse post-universitare të një niveli të caktuar apo dhe nivelit nul, por është shumë e rëndësishme që të praktikohet në bazë të fiziologjisë artikulare, neurofiziologjisë, neuroanatomisë, anatomisë dhe biomekanikës, sepse manualiteti fitohet me kalimin e viteve dhe eksperiencës, dhe kjo gjë është për të mirën e pacientit dhe jo për të mirën tonë. Prandaj ne ju këshillojmë të përzgjidhni fizioterapistin dhe jo fizioterapinë. Faleminderit.